Ozuni foli për lotur pas eliminimit të dhimbshëm të Shqipërisë ndaj Polonisë. Në prononcimin për mikrofonin e Supersport ai u shpreh: "Jemi shumë të mërzitur fatkeqësisht, kemi bërë një udhëtim shumë të mirë. Ishim pranë në ëndrrës madhe. Fati nuk ishte me ne sot. 2 raste ku mund të kalonim në avantazh, ky është futbolli." Trajneri thej që është shumë krenar për ne, për të gjithë udhëtimin që kemi realizuar. E dim që jemi krenar, por kishim mundësinë për të bërë gjithë krenarët shqiptar. Ishim shumë afër, kjo dhem shumë. Më vjen keq, do kemi ditë pa gjumë tani. Të gjithë donim të arrinim në botror, deklaroi Ozuni. Kemi luftuar shumë për këtë ditë që të arrim, tani të presim 4-5 vite për të arritur prap kaq afër. E dhimbshme sepse i përkushtohemi dhe dedikohemi. Kishim të gjithë kombin, i kërkojmë falje të gjithë shqiptarve. Në fundit luajmë për tifozët tonë që janë aty gjithmonë për ne. Është dhimbje, do kemi net pa gjumë, por ky është futbolli. Nëse nuk shënon, të dënon. Me 2-0 mbaron të ndeshja, por nëse nuk shënon, futbolli të dënon. Ky është ligji i futbollit. Me keqardhje të madhe largohemi nga Varshava, shumë i mërzitur, nuk kam fjalë. Ekipi ka bërë punë të shkëlqyer si në fazë defensive dhe përpara. Nuk jemi Portugalia apo Franca. Ato raste që na jepen duhet jemi 100% për t'i konkretizuar. Më vjen shumë keq, u shpreh Ozuni pas ndeshjes. U shpreh Ozuni për Klan TV.